Kisha ungjillore fjala e jetës me pastor doktor Erion Sylari në vazhdimsi të ndihmave për spitalin e Lushnjës në bashkëpunim me deputeten Lindita Buxheli dhe mbështetur nga Fondacioni Fara Mirësie, bën të mundur dorimin e një autoambulance për këtë spital nga një shoqatë norvegjeze. Doja së pari të falenderoja çiftin norvegjez të kësaj shoqate të krishterë që bën të mundur pajisjen e spitalit të Lushnjës me këtë autoambulancë bashkëkohore, jo vetëm jashtë, por dhe pajisjet brenda. Është një kërkesë e para rreth një vit e gjysmë që unë i bëra kësaj shoqate në bashkëpunim me mikeshën time, presidente e Fondacionit Fara Mirësie, Vera Molla, cilën gjej rastin ta falenderoj. Ajo bëri të mundur bashkëpunimin dhe sjelljen nëpërmjet çiftit të huaj norvegjez në spitalin e Lushnjës. Është një ndihmë e madhe, kuptohet që ciladdo qofshin fondet në shëndetësi, asnjëherë nuk mjaftojnë kur bëhet fjala për jetën dhe shëndetin e njerëzve. Megjithatë, ne i falenderojmë pa mas, bashkëpunimi do të jetë i vazhdueshëm. Unë jam, edhe pse mos jem deputete e qytetit, unë jam qytetare e këtij qyteti dhe dua që qytetarët lushnjarë dhe më gjerë të marrin të gjithë ndihmën e nevojshme dhe në këtë rast ambulanca është një vlerë e shtuar e pajisjeve dhe e teknologjisë së këtij spitali. Me anë të mikut tim Aleksandr Molla në Laç dhe me iniciativën e deputetes Lindita Buxheli, kemi arritur të sillim një ambulancë nga Norvegjia për të ndihmuar spitalin e Lushnjës me sa të pak domethënë nevojat që ai ka. Kjo është vazhdim ndihmë që ne bëjmë si kisha ungjillore fjala e jetës në qytetin e Lushnjës dhe do vazhdojmë akoma domethënë për të ndihmuar këtë spital. Ambulanca ishte shumë e nevojshme për spitalin dhe do të merret me transportin e pacientëve ose me shërbimin e urgjencës, tha shefja e urgjencës. Së pari dua të falenderoj donatorët norvegjez që me ndërmjetësinë e doktor Erion Sylarit na ofruan një ambulancë, një shërbim plus për urgjencën e spitalit Lushnjë, për gjithë shërbimin e spitalit Lushnjë. E kishim të nevojshme. Ambulanca është një ambulancë që do merret me transportin e pacientëve drejt qendrave terciare ose për shërbimin e urgjencës 127, do pajiset dhe me pajisjet e tjera mjekësore nga spitali ynë dhe do jetë në shërbim të gjithë komunitetit. Drejtori i spitalit Landi Ziu u shpreh se ishte nevojshme kjo ambulancë edhe pse spitali ka 7 ambulanca, 5 në gjendje pune por të konsumuara. Ai tha se kanë porositur një ambulancë të re që do të vinë vitin tjetër. Kemi në përdorim 7 ambulanca, nga të cilat 5 i kemi në gjendje pune, mjaftueshëm të konsumuara. Kemi një ambulancë të ardhur të 2020-s, të tjerat janë të 2010-s, 2005-s. Ky mjet pavarësisht se është i përdorur ndihmon funksionalitetin e shërbimit të urgjencës. Kemi nevojë dhe është porositur në ministri porosia jonë që realizohet në 2026 për një ambulancë tjetër të re, që do ta mbashkohet vitin tjetër.